Përshëndetje, sot po rikthehemi me një recetë tjetër, pra ëmbëlsirë me lule shtrydhe, recetë hiper e lehtë e sheshme që ja vlen të provohet, sepse pikërisht tash jena në kohën apo në sezonin e lule shtrydheve dhe pikërisht kjo është receta e duhur. Fillojmë. Fillimisht në një hedhim 4 vezë të plota dhe së pari pra po e përgatisim brumin. Këtu shtojmë një gotë me sheqer, gota që po përdori është 200 ml, 2 pako me sheqer vanilje dhe vazhdojmë vezën edhe sheqerin, do t'i rrohim mirë me mikser derisa të na formohet një shkumë e bardhë për 4 minuta, 5 minuta. Besoj që brumin apo vezët do t'jenë gati, do të tunden mirë kështu. Me mikser shumë shpejt përgatisim recetën. Pasi që e kemi gati pra brumin, ta shtojmë 200 ml qumësht, 200 ml vaj edhe miell, do hedhim vetëm 2 gota, pra gotat që po përdori janë 200 ml. 2 gota miell edhe 1 pako pluhur për pjekje. Vazhdojmë krejt përbërësit i përzi mirë, edhe kur të kena përzi krejt, vazhdojmë edhe e shtojmë brumin në tepsi. Tepsien e kam lyer me pak margaren, e hedhim brumin e tortës ëmbëlsirës edhe tash në furrë e pjekim në temperaturë 150 gradë. Derisa po piqet ëmbëlsira, po vazhdojmë po përgatisim krimen dhe në një tenxhere po shtojmë 1 litër qumësht. Tek qumshti shtojna 6 lugë të gjellës me sheqer, 2 pako me puding vanilje. Pra janë nga 40 gram pakot e pudingos, 2 pako me nga 40 gram, që do me thonë 80 gram puding vanilje, edhe tash po i përzim kështu edhe vazhdojmë pudingun e zim derisa të trashet mirë në temperaturë mesatare derisa pudingu të trashet. Kur pudingun e kena zi edhe është trash, tash me njëherë kështu të nxehtë do të vazhdoj edhe do të shtoj edhe krimin për gatim, pra krem për ëmbëlsira. Po e përdor këtë lloj për këtë recetë. Vetëm 200 ml, pra 1 gotë nga ky krem do e shtojmë tek pudingu që është i nxehtë. E pastaj vazhdojmë edhe krejt përbërëset do t'i përzim sërish me lugë shpejt e shpejt, pastaj me mikser edhe pastaj e kena gati krimin për t'ja hedhur tortës për 1 minutë 2 kështu me mikser edhe krimin e kena gati. Pasi ëmbëlsira është pjekur për 25 deri në 30 minuta, e kam lanë me uftof. Edhe pasi që është ftohur, po e shtojmë krimin me puding. Pudinga është e nxehtë, pra kremi është i nxehtë, ëmbëlsira është e ftoftë, ja shtojna kështu mbi. Edhe tash marrim lule shtrydhet. Pra thash një ëmbëlsirë me lule shtrydhe që janë në këtë sezon, ka shumë, mund të përgatisim receta të ndryshme. Tash lule shtrydhet ose i ndani për gjysë kështu, ose në 4 pjesë ose edhe në pjesë më të vogla po të doni. Këto janë të vogla lule shtrydhet edhe unë po i ndaj në 4 pjesë. Nëse janë më të mëdha, në më shumë pjesë do i ndani. Dhe tash me njëherë do i rendisim mbi krimin me puding, por po e vreni që kremi ka vendosur me njëherë shtresë mbi, pra si kore, edhe ja bojna me lugë, që më letë pastaj të kapen për puding lule shtrydhet që mos na lëvizin edhe shumë. I rendisim 1 nga 1 kështu si në video, nga pak i shtypim që të kapen për pudingun edhe kështu derisa të na mbushet tepsia plot, pra një rend me lule shtrydhe. Është një nga recetat e preferuara të mijat edhe të familjes, sepse ja vlen me përgatit këtë recetë tepër të sheshme.
Dal nga dal, ne po afrohemi edhe ka fundi, pra i kemi renditur pothuajse të gjitha lule shtrydhet, veç edhe pak ka mbet, e mandej pasi që ti kemi mbushur tepsien plot, po e la anash, po vazhdojmë me përgatit edhe lëngun që duhet ja hedhim lule shtrydheve mbe. Dhe për këtë recet po përdorim zhelatin për ëmbëlsira, 2 pako, vazhdojmë e shtojmë pra në një tenxhere, 2 pako me zhelatin për ëmbëlsira, edhe tash vazhdojmë këtu shtojmë 100 ml ujë, e përzim me lugë edhe e la për 2 minuta kështu derisa kjo të filloj pak të trashet. Pra uji është i ftohtë, edhe veç e përzim, e la 2 minuta, edhe shumë shpejt fillon të trashet. Tash veç më është trash, edhe shikone ka fillu pra është bë si gjel. Vazhdoj me shtojmë pjesën tjetër të ujit edhe 100 ml të tjera, 200 ml deri në 250 ml lëng vishnje, pastaj shtojmë 4 lugë të gjellës me sheqer, edhe krejt përbërësit, tash do të vazhdoj edhe do t'i zi. Vazhdojmë duke e përzi edhe e lajmë për 4 deri në 5 minuta që të zihet. Pastaj do e largojmë anash edhe do t'a laj që të ftohet pak, gjithashtu për 4 deri në 5 minuta do t'a lene që të ftohet, sepse kështu të nxehtë nuk ja hedhim lule shtrydheve, po e lajmë që të ftohet e pastaj do e shtojmë pra lëngun që e përgatitëm me zhelatin edhe me lëng vishnje. Pasi që e kemi gati edhe kam lanë me uftof për 4 deri në 5 minuta, e shtojmë tek ëmbëlsira. Mbi lule shtrydhet po hedhim lëngun ose gjelin e përgatitur me zhelatin, edhe pikërisht kjo është ajo që do t'i mbaj para lule shtrydhet mos na lëvizin, por krijohet theme ashtu, do bëhet si një puding i holl mbi që po i hidhet lule shtrydheve. Kështu e përgatisim recetën e sotit, një recetë që ja vlen të provohet, por gjithmonë kur përgatisim një recetë ose një ëmbëlsirë me lule shtrydhe, duhet të kemi parasysh që lule shtrydhet nuk qëndrojnë shumë gjatë, prandaj edhe ëmbëlsira duhet të konsumohet pak më shpejt. Unë kam përgatit një tepsi pak të madhe, por që besoj që do të ketë për gjithë familjen. Prandaj edhe ju kur përgatisni receta të tilla, është mirë që mos ta ruani edhe shumë në frigorifer, sepse mund t'ju prishen lule shtrydhet pasi të qëndrojnë një kohë të gjatë. Tash pasi që krejt është gati, e lëm që të qëndrojnë në frigorifer për më spaku 3 orë, derisa pra ëmbëlsira të ftohet mirë edhe gjeli që e kena hedhur, zhelatina të forcohet pak, pra të bëhet pak më e trash, e pastaj krejt në fund do të shohim edhe rezultatin pas 2-3 ore. Unë tash kam fillu këtu edhe po e prej, për me pa ëmbëlsirën a është bërë e mirë edhe ashtu si që duhet me u bë. Edhe krejt është në rregull, po e shikoni që ne kemi përgatit një ëmbëlsirë shumë të shishme. Ja vlen ta provoni këtë recetë sepse bëhet shumë e mirë. Tash mvaret edhe nga drellzat, se çfarë drellza do të bleni ju. Nëse janë të ëmbla, ëmbëlsira do ju shijoj më shumë, por nëse janë pak më të tharpta, atëherë ëmbëlsira nuk shijon ashtu siç duhet. Dhe tash po e vreni që është një ëmbëlsirë që ja vlen me provu. Kjo ishte edhe receta që kisha përgatitur për sot, shpresoj që ju ka pëlqyer dhe besoj që shumë shpejt do të takohemi edhe me shumë receta tjera të shishme. Mirëmbëjtje.